Një konflikt i ri ligjor ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara mes organizatave mjedisore dhe autoriteteve federale, lidhur me një plan që do t'i transferonte SpaceX një sipërfaqe të madhe toke nga një rezervat i mbrojtur natyror në Teksasin Jugor. Grupi South Texas Environmental Justice Network, së bashku me organizata të tjera për mbrojtjen e mjedisit, kanë paditur shërbimin amerikan të peshkut dhe jetës së egër, duke kërkuar ndalimin e marrëveshjes së shkëmbimit të tokës. Sipas planit, më shumë se 700 hektar nga Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge do të shkëmbeheshin me rreth 683 hektar tokë private që i përkasin SpaceX-it më në veri të zonës. Aktivistët e quajnë këtë një proces të rrezikshëm. Një nga përfaqësuesit e tyre deklaroi se habitatet e kafshëve të egra nuk duhet t'i jepen kompanive private, pavarësisht fuqisë apo ndikimit të tyre ekonomik. Padia vjen në një moment kur zgjerimi i SpaceX në zonën e quajtur Starbase po përshpejtohet, duke sjellë investime, vende pune dhe vëmendje globale, por edhe shqetësime në rritje për ndotjen dhe ndikimin e komunitetet lokale. Banorë dhe aktivistë thonë se zgjerimi i kompanisë ka sjellë presion mbi zonat bregdetare dhe ka ndryshuar jetën e përditshme në rajon, ndërsa kritikojnë mungesën e transparencës dhe aksesit publik në disa zona. Nga ana tjetër, SpaceX nuk ka komentuar bipadinë e fundit, ndërsa çështja pritet të shqyrtohet në gjykatë në javët e ardhshme, në një përplasje që mund të ketë pasojat e rëndësishme për raportin mes zhvillimit industrial dhe mbrojtjes së natyrës në SBA.